Pas finales së Big Brother VIP Albania 5, si çdo vit tjetër, tradita mirëpriti një fest ku mlodhi shumë ish konkurrent finalist e po ashtu edhe fituesen e këtij edicioni. Festa që mlodhi emra të njohur të ekranit u kthye edhe në një pikë takimi për komente, reagime dhe intervista rreth fitueses së këtij edicioni, Selin Bollati. Mes shumë personazheve të pranishëm, vëmendjen e mori edhe një nga çiftet më të dashur për publikun, Luizelli dhe Kiara Tito, të cilët u ndalen nga ekipi i televizionit një prononcim të shkurtër. Pyetja ishte e drejtë për drejtë dhe ajo që po qarkullonte kudo në rrjetet sociale, a meritonte Selin fitoren? Kiara Tito reagoi me njerë me tone pozitive. Ajo shpreh se i bëi qefi për fitoren e Selinës, duke theksuar se e pëlqen si personazh televiziv dhe se i uron suksese në vijim. Qëndrimi i saj u interpretua si mbështetës dhe dashamirës, duke reflektuar një qasje sportive ndaj rezultatit të garës. Në ndryshim të dukshëm nga bashkëshortja e tij, Luizi zgjodhi të mos jap asnjë vlerësim për fituesen. Me stilin e tij karakteristik, ai u përgjigj shkurt duke thënë se nuk e kishte ndjekur fare finalen, pasi kishte qenë në gjumë. Kaq mjaftoi që kjo batutë të bëj temë diskutimi në rrjetet sociale, ku shumë ndjekës e interpretuan si një mënyrë ironike për të shmangur një qëndrim të drejtë për drejtë. Ky reagim i Luizit nuk erdhi si surprizë për ata që e kanë ndjekur rrugëtimin e tij brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania. Gjatë hyrjes së tij surprizë 48 orësh në shtëpi, ai kishte shprehur hapur rezervat për lojën e Selin, duke cilësuar si një lojtare dinake.